Burri copton trupin e bashkëshortes në 224 copa dhe mbetjet I hedh në lum. Holly Bramley u rëmbye dhe u vra barbarisht nga bashkëshorti I saj prej 9 vitesh. 26 vjeçaria ishte izoluar nga Nicholas Meston, I cili e bindi ato se familja e saj nuk e donte. Ai e zhvendosi 50 milje larg tyre tyre pa I thënë askujt se çifti përfundimisht u martua. Gjatë 9 viteve që Holly ishte me Madison, ajo u distancua nga prindrit e saj, të cilët nuk u ftuan kurrë në dasmën e saj. Tragjikisht, vetëm 18 muaj më vonë, ai do ta coptonte trupin e saj në 224 copa në shtëpinë e tyre në Lincoln, përpara se të hidhte mbetjet e saj në një qese për jetë në një lum. Në prag të vrasjes së saj, në mars 2023, ajo e kishte denoncuar Madsonin në polici për vrasjen e kafshëve të saj shtëpiake në një mënyrë të tmerrshme. Në një rast, ajo e gjeti qenushin e saj të ri brenda një lavatriçe. Një herë tjetër, ajo iku në një stacion policie me lepujt e saj në një përpjekje për t'u aratisur. Megjithatë, sipas nënës së saj, Annette, nuk ishte kur në gjendje të ngrinte ndonjë akuzë kundër Madson, sepse vajza e saj e kishte tërhequr deklaratën e saj. Nëna e saj pikulluar tha se kishte bërë gjithçka që kishte në dorë për të bindur vajzën e saj të hiqte dorë nga marrëdhënia e saj. Annette, e cila mbante të vetmen foto të vajzës së saj rreth qafës, e përshkroi Hollyn si një vajzë të këndshme dhe të gëzueshme. Madson u dënua me burgim të përjetshëm vitin 2024 pasi vrau Hollyn në shtëpinë e tyre.